Pa humbur kohë, vazhdojmë me pregaditjen. Sot po bëjmë gati një pogaç, recetën më të vjetër tradicionale, ashtu si që zgatuar nga gjyshet tona. Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë kos. Kos do të përdorim në total 400 ml, por ju lutem bëni kujdes që kosi të jetë në ambient dhome, mos e përdorni asnjëherë direkt nga frigoriferi. Në recetën më të vjetër të pogaçes, gjithmonë është përdorur soda e bikarbonës, ashtu do të bëjmë edhe ne. Në total për këto masa që po i paraqesim sot, kemi nevojë për një lugë të mesme, një lugë kafeje me soda bikarbona. Vazhdojmë e shtojmë direkt tani tek kosi. Vazhdojmë me një herë që të shtojmë edhe krypën, njëjtë edhe kryp do të shtojmë një lugë të mesme. I përzijim mirë që soda e bukës të futet tek kosi dhe të aktivizohet. Duke e përzier, do të vrini se si do të fillon që të aktivizohet me njëherë soda e bukës me kosin. Në këtë mënyrë, rezultati i pogaçes do t'ju del më i mirë. Unë do ndaloj se përzieri dhe ju do të mund që ta vrini edhe vetë. Tani vazhdojmë dhe e shtojmë mielin. Miell do të na duhet dikom prefersisht 500 deri në 600 gram, por si që them gjithmonë, bëni kujdes me mielin. Mielin e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar, dhe në këtë mënyrë nuk do ta forconi shumë brumin. Vazhdojmë tani me dorë, duke e ngjeshur, duke e përzier mirë për disa minuta, derisa të formohet një brum i mirë dhe i lemuar. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur dhe e kam punuar mirë për disa minuta, derisa kam fituar një brum kështu mesatarisht të butë. Tani marrim një tepsi për pjekje mesatarisht të madhe dhe brumin që e kemi përgadit, e shtrojmë tani këtu në tepsi. Duart i kam lagur me ujë që mos të më ngjitet brumi për dorë dhe do të vazhdojmë që ta hapim në një madhësi mesatare. Mos e bëni shumë të hollë, që mos t'ju bëhet shumë e hollë pogaça. Vazhdojmë tani me ndihmën e një thikje të sprehtë. Të bëjmë kështu vija tek pogaçja. Këto do të dallohen pasi të pjeket pogaça. Të kuqen e vezës i kam shtuar një luggjelle kos dhe e kam përzier mirë. Në këtë mënyrë do të ruajmë butësinë e pogaçes dhe do t'ja shtojmë edhe ngjyrën e bukur. Vazhdojmë që sipër ta lyejmë tër pogaçen me këtë përzierje. Receta e kësaj pogaçe nuk ka nevojë që të pushoj, pjeket direkt sepse nuk është me maja buke. Dhe nuk duhet të mungoj susami, i cili do ta bëj edhe më të shijshme këtë recetë të pogaçes. I shtojmë sipër, sipas shijeve. Dhe kemi gati për ta pjekur. Dhe gjithçka që na ka mbet tani është që pogaçen ta pjekim. Fura është e parangruhur në 200 gradë, do ta pjekim ashtu në temperaturë mesatare, dikom praphërsisht 25 deri në 30 minuta, derisa të sigurohemi që ka marrë një ngjyrë të bukur pogaçja. Dhe tani, për ta shoqëruar pogaçen, sot do të përgatisim edhe një fërgesë tradicionale, pra do ta bëjmë një mëngjes tipik shqiptar. Fillimisht, në një tigan do të skuqim pak suxhuk. Mua më pëlqen që në këtë fërgesë ta shtoj sipër suxhukun, sepse ai lëngu i suxhukut pastaj kur përzihet me pogaçen, jep një shije fenomenale. Vazhdojmë të skuqim një herë pak suxhukun. Ndërkohë që suxhuku fërgohet, vazhdojmë që ta përgatisim fërgesën. Në këtë fërgesë si bazë na duhet gjiza. Në total do të përdor 150 gram gjizë. Tani tek gjiza do të shtojmë 180 gram pavllak, ajk ose salcë kosi. Vazhdojmë tani që t'i shtojmë edhe 2 vezë të plota. Dhe vazhdojmë që ta kryposim, por bëni kujdes me krypën. Gjizën që unë po e përdor është gjizë e freskët e pa krypur, andaj po shtoj një lugë të mesme me kryp. Përzijemi mirë tani që të gjitha produktet që i kemi shtuar brenda të na lidhen dhe të na bëhen bashk. Dhe tani që suxhuku është fërguar, me kujdes e largojmë nga tigani
Dhe me yndyrën që kam mbetur këtu në tigan, do ta fërgojmë fërgisën. Përsierjen që e kemi gati, e shtojmë këtu. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar që ta fërgojmë për 5 deri në 6 minuta, derisa të fillon të trashet dhe të formohet një salcë e mirë. Pogaçen e kemi gati, veç sa e kam larguar nga fura, mund ta vreni se sa mirë është pjekur dhe është fryrë dhe aroma në këtë momente është mrekullueshme. E tani marrim një pjatë ku do t'i shërbejmë gjitha. Fillimisht e vendosim gjizën me ajk dhe me vezë. Përhapim mirë mbi tërë sipërfaqen. Dhe i rendisim sipër pjesët e suxhukut.